Kjo është. Ky është vizioni. Ky është vizioni që unë kam. Të përshëndes. Namik Skerja, si mendon ti Adriatik? A mendon se mund të ketë një koalicion PSD me quajmë interesat e tyre? Po le ta bëjmë. S'do që keq dhe kjo, le ta bëjmë. Ne do jemi opozitë e vendit dhe do bëjmë një opozitë model. Dhe do të japim Shqipërisë më në fund një opozitë model, e cila pastaj do të jetë pushteti i ardhshëm që do ta ndryshojë Shqipërinë. Le ta bëjmë. Për sa kohë jam brenda kontureve demokratike, patjetër nuk ka problem. Unë i besoj ligjit, i besoj garës, i besoj votës popullit. Nëse shumicën e bëjnë, le ta bëjnë. Do dalim, do bëjmë një opozitë super cilësore. Më besoni që opozita në një vend është edhe më e rëndësishme se pushteti. Po, fuqinë që ka opozita, çfarë thua? Po ta përdorësh si duhet. E mban në drejtimin e duhur dhe atë që është në